Të nderuar shikues, Veriu Sport ju përshëndet drejt për së drejti nga stadiumi Loro Boriçi i Shkodrës në Pragmeshjen Vora Vllaznia, luhet java e 14 kategoria A Biznes Superiore. Në fakt kjo ndeshje duhet të luhej në stadiumin e Vorës sipas kalendarit, por për arsye të mungesës së stadiumit të ekipit Vorak, ndeshja luhet me marrëveshje në Shkodër, pastaj faza 3 dhe 4 do të ketë kompensim në fushën kundërshtare. Kam të pranë në bashkëvizitim një futbollist ku që në fakt duhet ishte në fushën e lojës, se duhet Lerim Kastrati, që për arsye kartonash mungon sot në sfidën shumë të rëndësishme të kësaj jave. Keqardhje, Lerim, patjetër. Patjetër që keqardhja që nuk mundemi ndihmu sot ekipit, po shpresoj që dalim me një rezultat pozitiv. Kartonat janë bërë problem për disa futbollistë të ekipit tuaj, tashmë është rradha juaj. Ka tregon se duhet jeni pak sa të kujdesshëm edhe në aspektin personal, por edhe për skuadrën që në mënyrë e dëmtoni me mungesën tuaj. Po, patjetër, po mënyra e lojës që bëjmë është që gjithmonë kemi duele me kundërshtarin edhe na bojnë që gjithmonë të shkojmë në limitet e kartonet, kështu që kam bë 14 ndeshje, 4 kartona, besoj që nuk kam marrë kurrnjët kaq shumë kartona si këtë vit, po vje keq edhe njerë që nuk mundemi ndihmu ekipit. Në këtë stadium, pak ditë më parë, skuadra juaj u mundte, Vllaznia u mundte nga Teuta e Durrësit me rezultatin 1-0. Është momenti për të rikthyer besimin tek publiku dhe 3 pikë që është i rëndësishëm, apo jo? Patjetër që do të rrim me kam për tokë dhe çdo ndeshje do ta marrim seriozisht, edhe këto 3 pikë të sodit janë shumë të vlerëshëm, kështu që besoj se do dalim me 3 pikë plotë sot. Thash më herët se kjo ndeshje duhet të luhej në stadiumin e Vorës, por për arsye të mungesës të stadiumit do të zhvillohet në Loro Boriçi. Ka pasur opinione të ndryshme në radhë të tifozërisë shkodrane dhe me xherë që Vllaznia nuk duhet të pranonte ta zhvillonte këtë ndeshje këtu në minë fusha Asnjanse, por kështu është bërë verdikti. Besoj se është pozitive për Vllaznin ta ketë brenda këtë ndeshje. Po, se jo dini edhe vetë kemi bote ndeshje, këtu kemi 7 fitore edhe vetëm një humbje dhe Loro Boriçi gjithmonë ndihemi më mirë se në fusha tjera, po s'ka rëndësi ku i bojmë ndeshjet, vetëm me rëndësi janë që dalim me 3 pikë, asgjë tjetër. Ti hedhë një sy informacionit dhe shikojmë se ka ndryshime për herë të parë, vjen në prapavi futbollisti më i ri në radhën e Vllaznisë. Çeliković që ka marrë besimin e teknikut Martini, ju e keni ndjekur edhe gjatë procesit sfidor, din ky futbollist? Po, patjetër, është një lojtar që ka një karrierë shumë të mirë edhe prej ditës së parë që ka ardhur këtu, ka bërë stërvitje shumë të fortë edhe më vjen mirë shumë që sot starton edhe i dëshiroj vetëm një ndeshje të mirë. Kastrati përballë keni një Vorë që është debutuese, vjen nga kategoria e parë, por mjaft simpatike, ka bërë mirë edhe me skuadrat e tjera rivale, por edhe në Loro Boriçi ndonse u mund. Në fazën e parë luajti mjaft, më themi, si e barabartë me Vllaznin. Po, edhe pse ndeshjen e parë kemi rrahë Vorën 2-0, e dim që pas golit dytë kam pas shumë shanse, kështu që e kemi studiuar gjatë gjithë javës mirë dhe jemi të përgatitur për këtë ndeshje. Është momenti për 3 pikëshin për të harruar Teutën, humbjen me Teutën. Po, gjoja më e mirë është që vetëm 3 ditë pasi që u rrafëm nga Teuta kemi shansin që t'i tregojmë publikut tonë se prapë meritojmë që t'jemi në vend parë dhe duhet patjetër këto 3 pikë sot. Dhe menjëherë pas kësaj sfide me Vorën do të vijë edhe ballafaqimi me Elbasanin në transfer në stadiumin Elbasan Arena. Një sfidë, 2 sfida të rëndësishme njëra pas tjetrës, apo mund të themi 3, përfshirë Teutën, Vorën dhe Elbasanin. Fokusi jonë është duhet të hënën e ardhshme. Po. Fokusi jonë është vetëm sot dalim 3 pikë të rinë në Shkodër edhe pastaj kemi kohë e premte shtu në diell të mendojmë për Elbasanin. Flasim diçka në aspektin personal, Lerim Kastrati erdhi pak a shumë me opinione jashtë forme, nga problemet fizike që keni pasur, por jashtë parashikimit, duhet ta pranojmë jashtë parashikimit shumë shpejt e rikuperuhet edhe situatën tuaj fizike dhe tashmë duken në formën më të mirë sportive, apo jo? Po, kam marrë në një gjendje jo të mirë fizike në fillim këtu, po stërvitet e mira që kemi bërë dhe stërvitet individuale që kam bërë, më ka bërë që më kthy shumë shpejt edhe tash jam të uni shumë mirë fizikisht.
edhe shpresoj vetëm të vazhdojmë kështu që të ndihmoj ekipit me gole dhe asistime. Dhe siç i keni pohuar në të tjera prononcime, ndjeheni mirë dhe në Shkodër, patjetër. Për zotin ndihem shumë mirë në Shkodër edhe më pëlqen ambienti, më pëlqejnë njerëzit edhe mirëpritja ka qenë fantastike. Bukur, ju jeni këtu me familjen dhe në mënyrë me sa pash në planin e transmetimit të drejt në sfond është edhe nusja juaj. Po. Si quhet? Sara quhet. Nga Prishtina. Nga Prishtina, po. Pra, një çift kosovar nga Prishtina nusja dhe juni nga Gjilani, aty ku keni hedhur hapat e parë me Akademinë Kika. po. Ku vllai Fshati juaj Hagosht. Mergim Kastrati ishte pak ditë më parë në turneu ndërkombëtar që organizohet nga Shkodra Sport Event dhe Jetmir Podgorica dhe fitoi një trofe. Po, jam shumë i kënaqur. Po të themi tek familja, e kënaqur familja juaj edhe nusja juaj me Shkodrën? Po, gjithë edhe unë edhe nusja jemi shumë të kënaqur nga mirëpritja që na kanë bërë njerëzit edhe shpresoj që të rrim sa më gjatë këtu që ta shijojnë. Bukur, kjo është e rëndësishme. Shpresojmë të rrim sa më gjatë këtu thekson Lerin Kastrati, ka tregon se është një mesazh i drejtë për drejtë që e preferon bashkëpunimin me vllazin në vazhdimsi. Së fundi, një rezultat pak a shumë një parashikimi juaj me shifra, i ndeshjes sot. 3-1. Fiton Vllaznia. 3-1 ose 2-0. Me gola? Bekim Balaj. Të tre? 2 gola Bekim Balaj edhe 1 gol Sala. Një parashikim interesant i Lerin Kastratit. Lerin, faleminderit. Faleminderit shumë. Për këtë intervistë ishte shumë interesante, shpresojmë se edhe djegësit tanë të shumë të Brio Sport ta kenë shijuar këtë intervistë dhe ajo çfarë ka më tepër rëndësi të dalë parashikimi juaj me ato shifra dhe me ato autorë të golave. Inshallah del parashikimi vetëm të fitojmë, me rezultati nuk është me rëndësi. Respektem në jetë. Faleminderit shumë. Të nderuar shikues, kjo ishte lidhja e parë drejt për drejt nga stadiumi Loro Borici i Shkodrës në Pragneshin Vora Vllaznia. Ne do të jemi së bashku përsëri në pushim të ndeshjes për të dhënë një tjetër opinion për pjesën e parë dhe padyshim edhe në fund të takimit duke shpresuar për një rezultat pozitiv të Vllaznisë, sepse sapo patëm në bisedë edhe një titullar për çdo si Lerin Kastrati. Edhe një respekt. Faleminderit shumë.